Ju kam mbajtur një sekret për shumë kohë, për disa muaj, minimumi që nga nëntori 2024. Por çfarë të bëjmë? Jemi në maj 2025, gjërat janë duke ardhur në një përfundim, pati kanë ardhur në një përfundim, dhe mendoj se ka ardhur momenti të ndaj këtë lajm me ju. Mirë se erdhët në kanalin tonë të YouTube-it Gjeni e Gjuli, unë jam Gjeni dhe ky do jetë një tjetër video, në video e dytë, vetëm me mua këtu. Përposa asaj që e treta, sepse kam bërë një kur përgatisja gender reveal-in e Gjulies, kur po priste arbërin, dhe ajo ku fola për marrëdhënien time në distancë, dhe kjo, kështu jo, e treta. Atëherë, çfarë ka ndodhur në jetën time? Shumë gjëra. Unë kam qenë në ajër, le të themi, sidomos këto muaj në fundit, sepse ndryshimi është bërë pa afron, edhe është bërë më i prekshëm, më i arritshëm, dhe po më kap, mendoja se isha e përgatitur, po më kap pa përgatitur, siç mund ta kuptoni nga gjendja mbrapa. Nuk e di, dallon. Po, ato janë valizhat e mia, sepse unë pas më pak se një muaj do transferohem në Angli. Po, më në fund, erdhi fundi marrëdhënies time në distancë, martesës time në distancë, nuk do ketë më pyetje të tipit çfarë ndodhi, pse, qysh, ua, po si ja bën, jo, po nuk ka dashuri, jo, po kështu. Nuk do ketë më komente të këtij tipi, dhe mendoj se njerëzit do vënë shpirtin në paqe më shumë se mua, sepse unë kam qenë në paqe me martesën time që kur jam futur asaj. Por nëse nuk ka rëndësi, nuk ja vlen. Njerëzit gjithmonë do kenë një zë, por e rëndësishme është që zëri im të jetë me forcë i tyre. Unë kam kohë që e kam ditur, dhe si përherur me Gjulien i bëjmë gjëra, do më thënë japim lajmet shumë kohë mbasi ndodhin. Mbasi i sigurojmë, i rregullojmë, i përjetojmë me familjarët, nxjerrim gjithë emocionet tona, kujtimet, gjëra që kemi për të bërë, dhe pastaj mendojmë që vjen momenti të ndaj me ju, me komunitetin tonë online, sepse jemi një komunitet. Si ndjehem? Themi drejtën, të muajin e fundit jam ndier shumë kudo me mendime. Dhe me thënë, unë e dija, kam kohë që e dija, kam muaj që e dija, unë, familja ime, njerëz rreth im, sepse ne e dinim, unë, familja ime, dhe normalisht familja burrit, aq njerëz e kanë ditur. Unë, do me thënë, edhe pse e dija, edhe pse isha e përgatitur, nuk jam e përgatitur, siç mendoja që do isha. Këto muaj në fundit, gjëja më e vogël më bën për të qaj, gjëja më e vogël më prek. Non stop kam celularin aty për të bërë kujtime me arbrin, me familjarët e mi. A thot ti do iki 20 orë larg, edhe nuk është avioni aty dhe për 2 orë je këtu. Por mendoj që unë jam 32 vjeçe, kam 5 vite e martuar, dhe gjithmonë, pavarësisht 2-3 muaj shkëputi që kem bërë, gjithmonë familja ime, shtëpia prindërve të mi, motra vlla im, kanë qenë mbështetja ime, dhe nuk e di si do jetë jeta. Po thoja, nuk duhet të ketë, unë e urrej të tregoj vetëm kaq të ndjeshme, sidomos në rrjete, kështu që. Po thoja, nuk e di si do jetë të hyj në një shtëpi ku ata nuk janë. Domethënë të kthehem në darkë nga puna apo nga çfarë do gjë, ku mos të kem prindërit e mi apo vllain tim. Ronaldo për shembull që më thotë gjithë këto rrobat, bëj këto rrobat gati, bla bla bla, apo me që bëjmë për gjë më të vogël sepse do ta shoqërosh kur del jashtë. Prindërit e mi që ulen të shohin televizor mbas ngrënies dhe kafin që e bëj babit. Domethënë rutina që më ka shoqëruar gjithë jetën time, më duket, domethënë tani më ka goditur, tani që erdhi dita për të larguar, tani po më godet më shumë, tani po e përjetoj më thellë, dhe themi drejtën, siç po thoja, pavarësisht se isha e përgatitur, nuk jam e përgatitur. E njëjta gjë besoj se vlen dhe për prindërit e mi, dhe vllain tim, pavarësisht se Ronaldo është një person tipo ma chill, më në fund, hapësira ime, bla bla bla. Por duhet ndodhte, jeta është kjo, unë jam shumë e lumtur që për gjën më të vogël i kam pasur afër. Edhe jam akoma më e lumtur që për hapat dhe rrugtimin që po vjen, për hapat që po hedh, dhe për, le të themi, aventurat që na sjell jeta, do i kem afër për gjën më të vogël, shqyr Zotit. Kjo është, dhe po mendoj t'ju bëj këtë video në ditët që kanë ngelur të mijat këtu, në më pak se një muaj, t'ju marr me vete, duke përgatitur gjërat e vogla, dhe ky do jetë një vlog për mbledhës i imi fundit në Itali. Do qaj përsëri. Kjo është thjesht një pjesë
Kjo është thjesht një pjesë, njerëz nuk e keni iden. Këto janë të seleksionuara nga gjëra që do marr. Okej, këtu. Ato ty. Kam gjëra brenda prap. Këto janë gjitha gjërat e mia për të marr. Këto janë për të hedhur. Këto janë gjëra që i përkasin Xhulies. Mendoj se 5 valixhe nuk më mjaftojnë. Unë nuk e di si doja dal. Jam dakord që ndoshta shumë veta dhe më kanë thënë bëj me ca meri tani, ca meri më vonë, ca kështu, ca ashtu, por unë nuk jam ai lloj tipi. Unë jam bricjap. Unë gjërat i dua të rregulluara, i dua të di në mendjen time tak si janë bërë, të sistemuara, të organizuara, kështu që çfarë është në këtë dhomë, jeta ime në këtë dhomë, në këtë shtëpi për 4 vite pothuajse dhe gjithë jeta ime 32 vite. Do transferohet në mua. Dhe nuk është kollaj. Dhe janë shumë gjëra, janë shumë kujtime, janë shumë momente, nuk është thjesht rroba që po palosen. Është një jetë të tërë, edhe kam edhe libra, janë shumë gjëra, nuk e di se doja dal, por doja dal, jam e sigurt. Dhe tani të rivazhdoj me një seleksionim të dytë. Update-im njerëz. Atëherë arrita bëra biletën me 4 valixhe. Do me thënë 13 me 20 kg, një troller dhe një çantë kurrizi vija, se s'po më fjala tani. Pra automatikisht to janë gjithë rrobat e mia. Janë dhe valixhet poshtë janë të mbushura. Siç ju thash, a nuk e di a ju thash, i hodha dia i çova ato Karitasi 2 fas. Një pjesë të rrobave që i kisha ndar për Xhulin, ja çova Xhulis sot. Edhe këto janë të mia, por në Xhulia tha nesër do visa dhe unë dhe me një sy pak më kritik mund të seleksionojmë akoma më shumë, sepse unë jam një person që disa veshje i jap dhe një vlerë emocionale. Për shembull, këtë ma ka ble filani, këtë ma ka ble fisteku, këtë mami, këtë kur isha 18, këtë kur isha, do të thënë, e kuptoj çfarë do të them, nga që i caktoj edhe vlerë emocionale dhe automatikisht është më e vështirë për mua të ndahem nga rrobat. Kështu që nesër më duhet një mendje pak më e ftohtë, dhe Xhulia është pak më e ftohtë se unë për këto gjëra. Kështu që kjo, mami po më thoshte tani, nëse do marrësh, tha, atëherë, nëse nuk e dini, unë kam bërë paj. Kur martova e bëra full traditional. Gjithë tradicione e kisha qef të mi drejtë në idenë e pajës, të vinin ta merrnin, më pëlqente, më quani të prapambetur apo shumë ashtu, po më pëlqente. Nëse do e bëja dasmën tani në 2025, nuk e dia do e bëja, por në 2020 më pëlqeu kjo ideja. Dhe në paj kam çuar edhe disa gjëra, dhe mami po më thoshte nëse kështu që këto gjërat i kisha lënë në Shqipëri, por kisha mami, domethënë tek dhuratat më shumti, kisha edhe gjëra që kisha lënë në Itali, që pikërisht do të çojë në Angli, kështu që edhe mami më thoshte çfarë do bësh, si do i marrësh këto gjëra, që nuk e di, ti marr tani apo kur të vi herë tjetër, të vi me makinë fare dhe ti fuz gjithë në bagazh. Si di, a duhet kontaktoj ndonjë, nuk e di, a ka autobusa për shembull si vi nga Shqipëria në Itali, nuk e di këtë kontaktoj për në Angli, kështu që për atë pjesën jam pak e debatuar, si di, për momentin këto janë gjërat, kështu që nesër do shoh të dal, edhe nesër gjithashtu do të shkojmë në bankë. Ditë e re, update-imi i atëherë sot në sagën time gjërave që do bëj para se të iki në Angli, mungojnë 19 ditë nga ikja ime e bashme në Angli, edhe sot u mora me bankën. Llogari bankare, mbyllje llogarisë, hapje ca gjëra, një mori me gjëra bankare, që realisht është një fushë që pavarësisht se e kam bërë dhe në universitet, është një nga ato gjëra që preferoj mos të merrem fare, mos të di fare si gjë, por që duhet bërë. Dhe përfitova të bëj edhe diçka që duhet të bënte Ronaldo. Për shembull, mendoj se kudo në botë, kudo, realisht kemi arritur në një kohë ku për gjë më të vogël të duhet dokumenta këtej, dokumenta andej, dhe pavarësisht se ka shumë aplikacione, domethënë për shembull banka ka aplikacionin e vet dhe i bën, le të themi 80% të gjërave i bën nga aplikacioni, janë disa gjëra që duhet shkosh atje, ti bësh me punojësit e bankës, kështu që do të shkoja për veten time, bëra dhe diçka për Ronaldon, duhet një dokument për tek puna dhe e mora unë. Edhe kjo gjë më bëri, do thoni ju, çfarë ndodhi kësaj herë Xheni që të e mendova, o zot, tash po tani që do iki unë, kush do merret me gjërat e Ronaldos, mami, babi, që duhen dokumenta, po thuaj se çdo muaj del një gjë e re që do një dokument, si do lëm punën, si do e bëj. Mirë, shqyr zotit që jetoj në një zonë ku i kanë gjitha gjërat afër me makinë. Por, si do që tjetë, prapi bjetë lash punën, qoftë gjysmore, 1 orë, nuk është gjithmonë e mundur. Shumë gjëra.
Qofim tani, çfarë na përgatisin 19 ditë të tjera. Domethënë, kam një listë me gjëra që duhet bëj, kështu. Iku kjo nga lista. Qofim gjërat e tjera. Minus 15 ditë. Po e bëj këtë numërimin me ju. Këtë ditë dua të bëj sa më shumë gjëra me Arbrin që edhe i filmoj, i regjistroj, siç e kam thënë edhe tjetër që ti kem kujtimet. Se nuk e di, ta di që 6 muaj të parë tjetës Tezja ishte aty, se për atë prita jo për gjë. Pra njerëz unë u preka, u emocionova, dhe Giulia mund të dëshmoj që desqava. Nuk qava, themi të drejtën, por u emocionova, më është pak syt me lot, sepse thash, hera ime fundit në bibliotekë, si qytetare e kësaj biblioteke, frekuentuese e rregullt të kësaj biblioteke, dhe janë diku të 20 vite që vi këtu. Edhe i kam njohur gjithë punëtorët që ndryshojnë, gjithë ndryshimet që janë bërë në bibliotekë. Është një pjesë e rëndësishme e jetës time, formimit tim, bashkë me Julian. Kështu që ishte një moment pak emocionues. Përshëndetje njerëz. Atëherë vazhdojmë me vlogun, janë saktësisht 12 ditë që nga ikja ime, edhe 12 ditë jam këtu. Sot e kam kaluar tër ditën, ishte treku, e kam kaluar tër ditën me familjen time. Hangër mëngjes bashkë, bëm një xhiro dhe tani do ikë të blej ushqimet. Unë zakonisht nuk para i blej ushqimet, i blen mami, sepse dhe nuk më pëlqen. Është një nga ato gjëra që nuk më pëlqen të blej ushqime. Më pëlqen të blej gjëra për shtëpi, por jo ushqimet. Por kësaj herë tha, hajde po e bëj se të shohim çfarë mund të blej në një gjë, se e di që në Angli nuk ka shumë gjëra që blihen këtu, për shembull estateja. Do të më marrë jashtëzakonisht shumë madhe, sepse estate në Itali është estate, është verë, është. Kështu që ta sjojmë me këtë.